Pak mjalt ja kom qitë, si kom qitë shumë mjalt. Po se mësu mbra ëmbël. Unë dhe qajnë për ditë shmëri së se pi. Kafe. 2 kafe në ditë pi, 1 para ditë dhe 1 mas dreke. Jo, unë qajnë e herë natën kështonin, kur duhem me lexu një libër, nëse më relaksu kështu, më apëqes një qaj. Dhe mësoj, lexoj. Përtoj. Në shtëpi që janë vetëm përtoj shumë. Me kamomilë, të knaq. Shtëpi thashun kur iki është dark, tek pull, dalë në balkon, pi 2 cigare, qëtësoj nervët, qëtësoj trutin, nga zhurma. A menon me ndryshu në esen kur dal jashtë, në esen kështu rreth? Për shembull, ç'a menon me punu kur del jashtë? A menon me vazhdu për shembull punën që aty ku e ke lënë, a menon me bo në esen tjetër? Rreth fakt të ndryshoj rutinën. Që i bie të ndryshoj punën. Se unë s'kam hyrë këtu që kur dal, kem prapë lirinë e bllokuar, unë atë kërkoj lirinë. Okej, ç'a kishe dashur me bën nëse dal jashtë? Habi palestrën time. Tash brandin për veshje sportive kam pas na përmend, i kam gjetë 2-3 gjëra që i kam rrit në telefon, po s'kam konkretizuar asnjë gjë. Okej, kur del nuk mush me palestrën, ç'a bën? Normale ma vash. Marketing rreth parë. Ti para se me hyj këtu e ke lënë punën, domethënë, apo? Po, e kam lënë pezull dhe i kam thënë që Qysh pezull? Ata marrin dikon tjetër atë presin ty. e kanë marrë dikë tjetër. Okej. Dhe i kam thënë nuk ju premtoj nëse kthehen. Okej. E kupton se varet tash mund 3 javë, 2 javë, e kupton? Thash varet tash se di sa është e shkujt me menet unë thash. Se normal nëse rri unë 2 javë, do më u kthy, e kupton? Se kam vënë punë se kam komod. Po menet më shumë normal shoh për më larg. Thash me vazhdu punën, po si personal trainer kam qef, se e bëj me pasion. Thjesht normal do jem më selektiv me klientët për shembull. Se varet kur ke orarin, si ke çmimin, si ke gjonat. Okej, do me thonë, do të njëjtën gjë me bua, pat sa pat kur del jashtë, do me bo të njëjtën punë. Dipende, po që kam qef me lanë, s'kam se me lanë, e kupton? Unë mund të minimizoj njerëzit që marr për sipër. E kupton? Nuk kam se punoj 14 orë. Të du ko për vetën. Okej. Du ko me marrë me një gjë tjetër, me marrë me shpine, tjera. Po se thash, në televizion varet. E në qka kështë pas që për shembull minimum familjes tone kur del jashtë? Në qka? Në qëfar aspekte? Që aspekti? Qa kështë pas në qep për shembull me i bo familjes? Me i bo? Me i bo, me i ndihmu në i gjë, qka? Me laja 2 kredi. Okej. Me fut në punë i kapanon që e kemi dhënë me qera, pse mos me punu vetë. Qysh me fut një? Në punë një kapanon që e kemi dhënë me qera. Qa është e sen, kapanon? Magazinë madhe. Okej. E kini me qira dhe me thonë tjetër kush është e përdor, ja u pagu njuve qirana, po? E ti dënë Me gjeti zgjidhje i biznesi gjë me punu vetë, nesër pas nesër. Sa me lanë me qera, ma mirë me punu vetë, po su është ta që letë. Do i den, do investimin, do shumë gjëna. Edhe motrës me blej makina. Edhe motrës me i blej makinë. Thash varë se unë jam njëri që jam i gjithanshëm. Nuk është se i ke vetëm një drejtim, pavarësisht punës që kam, unë jam marrë si me modeling, jam marrë si me jetë natë, jam marrë me gjitha. Unë që mundësi e mjepët unë e kap, nuk e letë më shkoj. Okej. Si ftesa që kam pas televizion, për shembull, i kam ndërprer vetëm se kam qenë i kushtëzuar nga puna, s'kam pas kohë. Më ftoshin për emisione, nuk shkoja dot se duhesha me marrë lejen punë. Gjë të bashkë.